aftë jemi ne për ta ngushëlluar apo për t'i qëndruar pranë dikujt që është në nevojë, që po kalon një shqetësim, po kalon një problematikë në jetën e tij, po kalon një dhimbje. Kjo përzgjedhja e duhur e fjalëve për të mos shkuar më pas në lëndim të më teshëm, më të thellë, apo edhe për të mos e injoruar atë që ai po kalon, se janë dy ekstreme të cilat dashje pa dashje mund t'i bëjmë. Po e nis me doktoreshën për të marrë një mendim prej saj. Jemi të kujdesshëm ne në përzgjedhjen e fjalëve, nëse të ka ndodhur ndoshta edhe në jetë që ke patur një situatë të vështirë dhe të tjerët nuk kanë ditur të zgjedhin fjalën e duhur. Unë mendoj se në Shqipërinë e kemi këtë ritualin e ndjeshmërisë të empatisë dhe kjo krijon një lloj qasjen të vërtet. Por ajo çfarë unë dua të shpreh është që ndonjëherë ne pavarësisht se kërkojmë që t'i gjendemi personit, pa dashur, mund të bëjmë dhe një reagim i cili në fakt nuk shkon përshtat me situatën. Që do të thotë, ndonjëherë ne kur i gjendemi pranë, mund të përdorim fjalë të cilat nuk e qetësojnë apo nuk jemi afër personit, por duke thënë që shiko se kjo gjë do të kaloj, shumë pak do të zgjasi. Në këtë momente ne e rëndojmë më shumë situatën emocionale të personit, pra është një ngarkesë shtesë. Përveç faktit që ne mund të ndodhemi fizikisht në prani, ajo që dua sërish të theksoj është që ne duhet jemi dëgjues shumë të mirë. Nëse dikush ka vendosur që të flasi, atëherë ne duhet ta dëgjojmë pa e ndërprerë, duhet të gjendemi në heshtje, nëse ka zgjedhur që të heshti dhe mos të flasi, duhet të respektojmë heshtjen. Një mikesha ime më referonte në fakt për një situatë vetëm familjare, ishte humbur bashkëshortin dhe gjendja e saj ishte shumë e ngarkuar dhe të vetmi person që ajo përsëriste her pas here, një mikeshën e vet e cila tha ajo dinte të qante me mua në heshtje. Dhe kjo më ka ngelur në fakt diçka që e specifikojnë. Që të bëri ndoshta edhe ty të mendohesh se sa e gatshme mund të jesh në të ardhmen për dikë tjetër, apo si mund të jesh kaq e mirë për të qenë pranë dikujt në një situatë kaq të vështirë. Pra, është ajo që unë thash, që ne ndonjëherë i ngarkojmë njerëzit pa dashur, mendojmë se po ju gjendemi me fjalë shumë të mira ngushëlluese, por nëse ai ka zgjedhur që të heshti, ti duhet të respektosh heshtjen e tij, pra të qash dhe heshtesh me të. Qesi mendon që jemi të matur mjaftueshëm me fjalët? Mendoj se kemi dëshirën e mirë për të qenë pranë dikujt që mund të na shprehi një shqetësim apo problem që mund të ketë, por kam përshtypjen se ndonjëherë nuk kemi edukimin emocional mjaftueshëm për të ditur se si duhet të reagojmë. Dhe ndodh shpesh edhe në raste personale që më shumë të përkëdhelet egoja duke të dhënë të drejtë apo në rast se shpreh një lloj shqetësimi që okay, ti ke të drejtë apo është kështu si thua ti situata. Mendoj se e mira në një moment të tillë do t'ishte që më shumë personi tjetër, në rast se nuk është diçka që madhe sa më mirë të heshtësh se sa të flasësh, të t'jap një këndvështrim paksa më të ftohtë. Në një moment apo në një shqetësim që ti mund të jesh shumë e përfshirë emocionalisht, personi tjetër në rast se është empatik mund të t'japi më mirë një këshill apo një këndvështrim tjetër, se sa të përkëdheli ego dhe në këtë rast është thjesht një situatë që kalon dhe ti nuk merr atë formën e duhur të këshillimit. Edhe përfshirja në fakt është interesante që të bësh këtë diferencimin sa duhet përfshihesh në një situatë, se është edhe personale, edhe ndonjëherë nuk di se deri ku duhet shkosh, ku janë kufit. Në fakt, zakonisht ku kemi një moment jo të mirë, të mërzitshëm, për më tepër aq zi, secilin nga ne ndodhet i dyzuar ndërmjet asaj që ka parë të tjerë të sillen, ndërmjet asaj që në familjen e vet sillemi, ose asaj që emocionalisht ose brendshme e vet i thot ose udhëheq të bëjë dhe të sillet. Kështu që kjo nuk është as pak e thjeshtë që ne të pozicionohemi drejt në një situatë të tillë. Dhe kur themi që nuk është as pak e thjeshtë, është pikërisht për këtë mbivendosjen e emotives. Dhe ajo, vajza thot me drejtë, sa inteligjent emocional jemi ne për të kuptuar gjendjen e tjetrit, dhimbjen e tjetrit. Dhe tjetra pasaj, si duhet që të sillemi. Dhe kur them se duhet të sillemi, sigurisht që ka zakon, ka traditë, sidomos në ngjarjet e zisje në disa zona janë shoqëruara edhe me një traditë specifike, pikërisht në këto momente ne jemi të stepur. Jo, ne fatkeqësisht
është edukat sot të dish të sillesh me dhimbjen, me gëzimin, me çfarë do lloj emocioni. Duhet jesh i edukuar. Dhe ne fatkeqësisht sot në përgjithësi si shoqëri kemi ca probleme me edukatën. As me gëzimin nuk dim të reagoj. Unë kam përshtypjen kapim ca ekstreme të Sjelljes, e kemi teprojmë. ndonjëherë pa përshtatshme, po kjo pavarësisht varet edhe nga individi. Dhe ku mësohet edukata së pari mësohet në familje, mësohet në sistemin e edukimit, shkollën kemi sistemin e edukimit, dhe pavarësisht pastaj shoqëria me rol modelet e saj apo me ngjarjet në të cilat ndodhemi. Të heshtësh po është mirë të heshtësh, po ndonjëherë heshtja është e zhurmshme. Do më thonë, dhe do heshtim sa gjatë do heshtim. Sa gjatë do heshtim. Dhe nëse heshtim të gjithë, ata që ka rreth rotu... Bëhet një zhurmë shumë e madhe. Do më thonë, pavarësisht se nuk flitet asnjë fjalë, është një zhurmë shumë e madhe. Çka do thotë që se cili nga ne në atë heshtjen e madhe të frikës të them çfarë të them kur të flas, të veproje, po çfarë do lloj gjëje, bën një zhurmë shumë më të rëndë se sa do ishte heshtja. Unë s'pari do thosha ne nuk dim të dëgjojmë. Domethënë ne nuk jemi të edukuar të dëgjojmë heshtjen e tjetrit. Nuk po them të heshtim, po të dëgjojmë heshtjen. Heshtja flet heshtja, flet sigurisht me kohën e saj, sa kohë po hesht, me vështrimin që është duke parë individi që po hesht. Ne nuk dim të dëgjojmë, them, edhe kur tjetri flet. Domethënë fatkeqësisht për shembull, nëse dhe na ndodh zakonisht si shoqëri, nëse dikush nis të tregojë një ngjarje të vetën apo nis të për shembull në rastet e zis, nëse dikush nis të tregojë një ngjarje me personin i cili ka humbur jetë, dëgjon disa veta vërdall që thonë e lere mos e kujto. Po, domethënë e drejt. Minimalisht Çfarë duhet bësh në ato raste, faktikisht? Pra çfarë do këshilloje? Cila do ishte gjëja më e mirë? Gjëja më e mirë është të kuptosh emocionalisht tjetrin, nëse ai ka nevojë të shprehet. Që ka nevojë të dëgjojë dikush. Nëse ka nevojë të qaj, ose edhe të përqarë, nuk e lëm dikë të qaj. Domethënë, mos qaj se është natës gjyna. Mos qaj se dëmton vetë. Se nuk zgjidh gjë. Gjejmë ndonjë etiketë, jo të përshtatshme. Faktikisht ne e bëjmë sepse nuk duam tjetrin ta shohim të lënduar, se Po nuk është më mirë të themi... tjetri po shan dhe i thua, mos qaj, do e kalojmë. Mos qaj se do e kalojmë. Po si do ta kalojmë të gjënë? Nëse unë nuk më lejohet të qaj, nëse unë nuk lejohet të shpreh, nëse unë nuk kam kohën time për dhimbjen time, si do e kaloj dhimbjen? Thjesht do ta lë për gjysmë, le të themi kështu, dhimbjen, do ta fus në veten time, dhe ajo do jetë gjithmonë aty, në thonjë se duke më ngritur rast pas rasti, sa herë të kem ndonjë ngjarje tjetër. Kështu që gjëja më e mirë është që ne të themi atij tjetrit që unë e kuptoj sa shumë dhimbje, unë mbase nuk e kuptoj gjithëm, unë arrit kuptoj sa shumë dhimbje ke ti. Unë besoj se është e nevojshme, nuk e di nëse me në të qartë ti do lehtësohesh. Më vjen shumë keq që ti po qan. Unë jam këtu me ty. Domethënë mund të themi ndonjë gjë që jemi dhe realisht. Ne jemi pranë tjetrit për ndar kohën dhe emocionin tonë me tjetrin. Edhe të ndash kohën nuk do të thot vetëm të shpenzosh minuta, do të thot të ndash kohën cilësore. Koha cilësore është të jesh me mendim dhe me ndjenjë me tjetrin. Domethënë dhe mendimet e tua në momentin që jemi në kohën e mërzisë dhe të zisë, mendimet janë pikërisht për mërzinë dhe për zinë. Jo me tentativën që duke ikur mërzisë dhe zisë, duke bërë një aktivitet apo duke kujtuar një gjë tjetër, me mendimin se po ikën asaj, ti e ke lehtësuar atë, ti nuk e ke lehtësuar atë. Unë them që ne përgjithsisht nuk jemi të edukuar për sa i përket trajtimit zisë, ndoshta sepse kthyem atë në ritual, një pjesë konsiderueshme të aktiviteteve jo të këndshme, të humbjeve, të fatkeqësive. Ne kemi ritualet sona. Në disa për të qarën, për eventet tilla. Në disa raste rituali është i domosdoshëm dhe i nevojshëm sepse individët cilët vinë nga backgrounde ndryshme do duhet që të dinë si cilën. Ritualit veshuris, i kapes, i gjithë elementëve të mundshëm. Dhe këto janë në një farë forme një mjet komunikimi dhe ndërveprimi shoqëror shumë i nevojshëm. Por jo personal. Është rituali që mirë për shoqërinë, që ne të mësojmë si cilëme, por jo për individin si të ka përcej dhe si cilët dhimbjen. Se cili nga ne ka blokun e vetë emotiv dhe ka mënyrën se si e ndjen dhe e shpreh dhe pa diskutim kalon një emocion, një situatë emotive të veçantë.
Dhe koha për se cilin nga ne është ndryshme që të kaloj nga një gjendje emocionale në një gjendje tjetër. Kështu që ne nuk u them që ne duhet i falim tjetrit kohën tonë emocionale, dhe shpikërisht duhet i falim mirë kuptimin për të njohur gjendje në cilën është, edhe për ta lehtësuar kalimin në një gjendje tjetër më të lehtë. Por unë jam gjithmonë me mundësim për kapërcimin e gjendjes. Kështu që sigurisht që duhet të dim të dëgjojmë, duhet dim të heshtim kur nuk kemi një gjë të mirë për të thënë. Dhe kur them që nuk kemi një gjë të mirë për të thënë, i them faktit që ndonjëherë edhe mua personalisht më ndodh që për efekt ngushëllimi të them se kështu e deshte Zoti. Kjo vret shumë herë më tepër se sa fakti që... Po, është një përgjigje që mund të themi pa dashje. Kështu pas ka qenë shkruar. Ka qenë shkruar. Por është edhe sepse ndonjëherë dhe ne mbetemi pa fjalë. Nuk din çfarë të themi dhe është një zgjidhje momentale e individit. Ti mendon se ke zgjedhur një fjalë të duhur që ke zgjedhur Zotin dhe Zoti unë besoj që është një fjalë e duhur, edhe kur e zgjedhim këtë fjalë të duhur, dhe në këtë rast kjo nuk është fjala e duhur, ne vazhdojmë bëjmë dëm.